atë eksperiencë me një fëmijë tjetër dhe gabimet ose të mirat ose frikën edhe kritikën i kanë kalu me fëmijën e parë dhe madje ti ju vjen veç si çfarë mendoj. Dhurat. Si dhurat, pikërisht. Edhe kështu që jam shumë e faqe që unë kur kom lind veç ka qenë motra jam aty. Edhe ka qenë aty për me mi hapë rrugt, me mi hapë dyrt, edhe hala vazhdon. Edhe pse jeton në Holland, jeton larg prej meje, sidoqoftë ajo hala vazhdon me qoftë me një fjalë në telefon, ajo më hapë mu shumë dyrë, sepse më fuqizon edhe më jep forcë dhe vullnet për me vazhdu përpara nëse kam ndonjë pikpyetje lidhur me rrugtimin. Natyrisht fëmiria e gjithë fëmijëve të 90-tave është shënu me një dukuri negative, me një ngjarje të rëndë që ka qenë lufta, po duhe edhe lidhur me pjesën e luftës, po duhe me tregu diçka që ka të bëj me nanën time dhe me fëmirin time gjatë luftës. Unë i kam pas 5 vjetë edhe e di që kur jemi ullën vetur me shkupe, me unis për... Me u largu nga vendi. Po, një ditë mas bombardimeve, unë e kom pyet nanën ku po shkojmë. Edhe nana jame do me thonë të elan, sepse doja jam ka qenë me familje në Prishtinë, tezja ime është nisë, por nana nuk e ka ditë se për ku është nisë, fëmijët e tezës një të nko kanë qenë për malëzi janë nisë, por nuk kam pas kontakt edhe po mundesh me paramendu stresi që ka pas nana jame në atë kohë, kur na ka hyp neve në vetur, edhe unë e kom pyet ku po shkojmë, edhe ajo më ka thonë po shkojmë në det, në pushime. Edhe me një ftyrë shumë të buzëqeshun. Edhe unë, do më thonë, qa që ka aktru aqë mirë, personin e relaksum sa që unë i kom besu. Edhe unë, do më thonë, nuk na ka përqu neve asë njëherë frikën e saj, ankthin e saj, edhe është diçka që unë mundohem gjithmonë për vajzat e mia me marrë shembull prej saj, që kur kam momente negative, kur kam momente të vështira të mijat, asë njëherë mos i lë vajzat e mia me kuptu që unë po kaloj në një vështirësi. Nuk kanë se si ta procesojnë, edhe ashtu, janë ende shumë të reja në moshë dhe është e pa mundur me procesu gjitha stres, gjitha të angth dhe gjitha të frikë që mund të ketë prindi. Ashtu, kështu që do me thonë po më vjen shumë mirë që po më pyet për këto gjana, për shkak se janë gjana që asë njëherë nuk i kam folje që duhen me u folë, sidomos kjo pjesa kur një nani thot një fëmijë po shkojmë pushime, kur faktikisht ata po largohen dhe nuk dihet rruga se se ka me i, çka ka me i. Edhe kështu, mandej do me thonë, në përgjithësi karakterizohet me një liri, me një edukat për i prindëve të mi, po me mirë kuptim gjithmonë prej 2 prindërve të butë me cilët jam rritë. Mirë shumë, fëmiria nuk zgjat gjithmonë. Sado që e kujtoj me nostalgji, me momentet mira, edhe të këqija, që besa, por gjithsesi nuk zgjat gjithmonë dhe kalon tani deja fillon e rritet. Po, vazhdojnë ëndrat, vazhdojnë ato, vazhdojnë shpirti kreativ, kisha me thonë, vazhdojnë dëshira për me qenë gjithmonë e lirë me u shpreh edhe me vazhdu si e tillë, po njëkohësisht edhe fillojnë edhe obligimet nga pak. Fillojnë obligimet, kur baba jam thotë, ke me kry shkollën si një vajzë e shkëlqyshme, nuk më intereson, a të pëlqen, a nuk të pëlqen matematika. Ka kompromis të këtë. Po, edhe mirë po ja ka vlejt sepse pastaj, do me thonë, kur ka ardhë puna për studime,